يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. U përmend herën e kaluar një hadith që e sjell Imam Ahmedi dhe Ahmed Shakiri, thotë se hadithi është autentik. Tha se kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, cili është shpërblimi për neve, çfarë përfitojmë ne? Çfarë përfitojmë ne në një mexhilis, në një naj, në të cilën na i përmendet Allahu Azza wa Jall? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha: "Ghanimatu majalisi dhikri al-jannah." Përfitimin çka keni ju në vendet ku bëhet dhikr Allahu, tha është xheneti. Ju keni shpërblim, tha xhenetin. Ndërsa ky hadith flet për dhikrin, por njëherët ky hadith flet edhe për vendin të cilin mirët dia. Në këtë hadith mujnë me hi edhe ata të cilët nëse dojnë pak ma heret kur penisi ligjeratën poshtë, një 20 minuta se diçka qështu, kur penisi, nëse vinë, ka mundësi me hi në këtë hadith. Nëse jenë në një nej, në të cilën ajo është një hoqë se është duke spjegu ty halalin dhe haramin, dhe thejnë po ta spjegon në qatë nej edhe pak në kufshi, muni me hinë këtë hadith, për është përblimi qanka për xheneti. Ata ibn Abi Rabah, për tabiinve, kështu e komentoj këtë hadith, këtë fjallën e dhikën hadith. Tha se, vendi ku përmendet Allahu, tha vendi ku përmendet Allahu është vendin të cilin mësuhet halali dhe harami. Ato ku mësuhet halali dhe harami është kë, për nëse jem në një vend, ku një hoxh është ul atë, dhe për hir të Allahut aj, po ta mëson halalin dhe haramin ty, atëherë ke hinë këtë hadith. Ke hinë këtë hadith se shpërblimi është vetë xheneti. Ndërsa Imam Kurtubiu kur ka folë për këtë hadith, ka thonë ky hadith tregon se në një vend me marr pjesë në një vend ku përmendet Allahu, ku mësohet halali harami, ku mësohet fjala e Allahut, ku lexohet, studiohet dhe mësohet dhe spjegohet fjala e Allahut, dhe fjala e pejgamberit, dhe veprimi i të parëve selefit, i gjeneratave të para, të cilët tha Imam Kurtubi, gjenerat që s'ken pas me qenë njerë që me dy fytyra. I ken pas senet original, jo artificial, që dyftërësit e këta nuk është njoftur. Lakmi që është e dunjas nuk është njoftur. Pra, Imam Kurtubi e zgjeroj, tha në një vend, kur hoxhat flet për Allahun, për pejgamberin, për gjeneratat e para, për halalin dhe haramin, vlenën e gjeneratave të para, tha, ke hinë këtë hadith. Pra je prej atyre që pritet shpërblim për ty xheneti. Dhe nga që kjo
shpëton prej zjarmit të xhehenamit, prej zjarmit të xhehenamit. Se tema jonë është si të shpëtoj prej zjarmit të xhehenamit. Pra pika që po të shpëtoj ka ty, një prej arsyeve që ty po të shpëtoj ka prej zjarmit të xhehenamit, cila që ka me nejt me njerëzit e dijes, me marr dije prej tyre, edhe me shfrytzu nejat me njerëzit e dijes, kjo që ka prej arsyeve që ty shpëton prej zjarmit të xhehenamit. Prandaj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur folin një herë prej herave, për vlerën e atyre që shkojnë me nxon dije, edhe me të bu dije, qoftë një person, qoftë një huq, qoftë vetë nëse shkon ai te huxha, ose me disa xhamat. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e ndjek një rrugë, që atë rrugë ka ndjek veç për të me zonë diçka dije të fesë, dije për Allahun, dije për pejgamberin, dije për gjeneratat e para, edhe për halalin dhe haramin. Tha hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kështu, kush e ndjek një kësi, Allahu kam nja lesu rrugën ati për në xhennet. Apo don ty mu tu lesu rruga për në xhennet, e me pas të mbyllur rrugën për në zjarmin e xhehenamit, ndjeke rrugën e dijes, shko ulju, hoxhallarëve dhe mëso para tyre. Mirë po, prej pikave që neve na ban me këtë shpëtuar prej zjarmit të xhehenamit është edhe lirimi i robërve. Nëse ndonjëri liron rob, është prej pikave që nëse është zonë një betejë, një luftë, një rob, dhe ai investon për ta paguar armiku i tij, ndoshta armiku i shtetit të tij, ja ka zonë një musliman të shtetit të tij, ky shkon dhe investon dhe je para për ta liruar robin. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që sjellë Buhariu dhe Muslimi, tha: "Men a'taqa raqabatan mu'minan, a'taqa Allahu minhu kull 'udwin minhu 'udwan min an-nar hatta farjahu bi farjihi." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ndonjëri për juve e liron ndonjë musliman prej robërisë, Allahu azza wa jall me çdo gjymtyr të trupit të atij të liruarit, çat gjymtyr ka mja liru edhe trupit të këtij që po e liron. Pra nëse ti e ke liru komplet Allahu azza wa jall, ty ka me të liru për zjarmin e xhehenamit. Por shtruhet pyetja, ose dikush mund me thonë, hadithi po thot për rob, po sot e kena vështirë me gjetë rob na me liru. Nëse kena vështirë me gjetë rob për me liru, rrugë të tjera që e kanë shpërblimin si me liru rob, Allahu s'na ka mbyll. Kemi rrugë të tjera që feja i kalon të hapura, i ndjek që atë rrugë, shpërblimin si me liru rob. E shpërblimin me liru rob musliman, so ka mu liru ti prej zjarmit të xhehenamit. Qëllimi jonë është si të liruhemi prej zjarmit të xhehenamit. E cilët janë ato rrugë tjera që po e zavansoj kanë këto? Prej tyne, me bo tavaf qabën. Me bo tavaf qabën është prej rrugëve që neve na shpëton prej zjarmit të xhehenamit. Me shku me bo tavaf, edhe me përshëndet edhe gurin e zi, e në mush edhe me prek, në mush edhe ma shumë edhe me përqafu gurin e zi. Pastaj, ruknul jemeni i thujnë, mush me prek bili edhe ruknul jemeni. Në tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që në tërghib o tërhib, Sheikhul Albani të hadithi është i vërtet, që vjen për Ibn Omerit. Thot se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, idhe mesehuma kefaratu lil khataja, se i than Ibn Omerit, o Ibn Omer, ti po varapën shumë për me prek gurin e zi, edhe me përqov gurin e zi, edhe ruknul jemeni, nga ona tjetë me prek, po varapën shumë, spishuhmi betjerë, tha që po varapujnë katë shumë, ka dhe për haqilirëve këtë që kam dëgju që kanë varapu dhe për mi prek edhe për mi qopë. Tha Ibn Omer, unë po baj këtohën. Tha se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush i prek veç ato dyja, kush i prek, tha, ato janë fshirje të mëkateve të tij. Vazhdon, wa man tafa bi hadha al-bayt usbu'an fa ahsahu
thot kana ka itki raqabah, e kush i ban 7 tavafet plota. Kush i ban 7 tavafet plota, çfarë shpërblimi paska? Shpërblim sa me liru një rob. E shpërblimi i lirimit të një robi, so ke? Ti liruhesh ti. Qysh e ke liru ato, ti liruhesh prej zjarmit të xhenemit. Po rob s'paska, po tu zavancaj ka. Me shku me kryna ju mbre. Ose edhe hoxhen ata, Allahu ja pranoft ata që në haxhilet atje, veç 7 tavafe mi bo për hir Zotit madhreshëm. 7 tavafe që shkërkohet. Hadithi po thot, është sikur me liru një rob për robris. Bili, thap një Omeri, jo veç kaq tha. E kam dëgjuar në këtu kur e ndëgjova këtë llaft pejgamberit. Kam dëgjuar një pjesë tjetër shtesë. E ajo është që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo hap që ti e ban gjatë tavafit, çdo hap ki sevap, në njërin hap sevap, në tjetrin fshirje mëkatesh. Në njërin sevap, në tjetrin fshirje mëkatesh. Ndërsa gjitha ato të mira që mundet me i fitu ai haxhiu atje ose ai umrexhiu atje, pra konkluza qenka si me liru rob prej robërish, ka shpërblim. Pra nëse nuk pas ka rob, pas ka metoda për t'i zavencuar. Tjetër, është edhe ajo, masi t'i kryn këta haxhilert, si t'i kryn ata 7 tavafet, e kanë edhe një 2 recate me i fol sunet, janë me i fol pas mekami Ibrahimit. Ato 2 recate pas mekami Ibrahimit, a di çfarë shpërblimi kanë? Shpërblimin që ta zavencon ty si kur me liru një rob. Edhe thonë ju çfarë do robi? Si me liru një rob prej dëbeve të Ismailit, që nifen bete Ismailit të robërit më të mirë. Edhe pejgamberi ju në rrjedh prej Ismailit a.s. djalit të Ibrahimit a.s. Edhe kaq ato 2 recate, me i fal mas tavapeve, apo e vreni, se sa robët po mujsheme, sa shpërblimet po të prit kanë ty që shkon numrën në haxh. Tha pejgamberi asëm hadithin që në tërhib Sheikhul Albani thot hadith është hasan. Tha pejgamberi a.s. wa amma rak'atani ba'd at-tawafi fa ka'idki raqabatin min bani Ismail. Tha ndërsa nëse i fal, tha pejgamberi a.s. 2 recate pas tavafit, që i ban 7 tavafet e plota, nëse i fal 2 recate, e kish problem si me liru një rob. Edhe ato të beve të Ismailit. Rob për i robëve më të mirë. Shpërblimin më të madhin që mund e merr me liru një rob, është kur ta lirosh një rob të beve të Ismailit. E këtu, kur ti fash një 2 recate, apo e vrejnë se si, pasaj vazhdon hadithi, amma tawafu ke bejnë Safa wal Marwatet, fa ka'idki 70 raqabah. E pastaj ju veç kaq. Por nëse shkon në Safa wal Marwa, në atë pjesët ku ka vrapu bashkëqorët e Ibrahimit, për të gjetë diçka për djalin e vet, mos po gjon ai ujë. E tash është sunet na vrapu në atë vend. Hesmi ka i herë nga pak ngutemi. E tha pejgamberin këtë hadith. E nëse edhe qatë esjen e ban, a di çfarë shpërblimi tha ko? Shpërblimi tha është si me liru 70 rob. 70 rob. Unë po du të shpëtoj për zjarmin e xhenemit. Më shpëtu për zjarmin e xhenemit të ka me liru rob. Ama rob s'paska, po tu zavancaj ka lirimi i robris me bo tavafet e plota 7. Po tu zavancaj ka me i fol 2 recate. Po tu zavancaj ka dhe me një numër të madh, me hes me Safas wal Marwas. Për shkak është nderi i madh për ata që kanë shku haxhiler dhe për ata që shpresojnë në të ardhmen me shku. Pastaj, prej pikave që neve na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit janë edhe ata që kanë luftu për hir të Zotit. Qofshin për luftu ata për ta liru vendin e tyre, kundër armiqve të tyre, pavarësisht ta kanë shku si dëshmor, apo edhe kanë mbetur, edhe ata i preq shpërblim i madh. Edhe ata kanë shpërblim të madh. Edhe ata kanë shenjë të shpëtimit prej zjarmit të xhenemit. Këtë na tha pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin që në tërhib Sheikhul Albani të hadith është i vërtet. Tha pejgamberi ta ka sjellë Imam Ahmed ibn Majah të tjerë. Tha man rama al-aduwa bi sahmin fi sabilillah fa balagha al-aduwa fa asaba wa akhta yadilu raqabah. Tha pejgamberi alsom, o ju luftetar,
që keni shku atje me luftu kundër armikut tuaj? Në cilën do betejë që ka ndodhur kja? O ju që keni shku me luftu, tha, jo veç një gjujtje që keni bën drejtimin e armikut tuaj. Veç një gjujtje. Çfarë dë? A me shtiz, a me ato shigjetat, a me këtu të sotit, cilën do që ke gjujt në drejtimin e armikut, e roke apo se roke, armikun. E roke apo se roke, cilë është shpërblim i tha, për ty shpërblim ki si me liru një rëb prej robrisë. Edhe i kena do këtu që kanë qenë, po janë këtë gjallë, janë elhamdulillah, do të që vetë pse kanë gjujt, pavarësisht a ka rok armikun a se ka rok, këto na tha pejgamberi se tash për vetës time. Tha pejgamberi a.s. e roke apo se roke. Pro kjo qenë ka dhe një prej rrugëve, ndash me shpetu prej zjarmit të xhenemit. Edhe këto të fundit po e përmendi, prej rrugëve nëse dën, me shpetu prej zjarmit të xhenemit është të i ndihmësh vëllavit tanë musliman. Me çka do që ai të ketë nevojë. Ti gjonsh në i bërç vëllavit tanë musliman. Ti gjonsh mjetin e udhëtimit për një kohë shkurt nëse ati i vynë. Ti gjonsh një deve ose dele për ta mbjellur ose një lopë për ta mbjellur qoftë edhe përkohësisht. Këto janë rrugë që shpëtojnë ty për zjarmit të xhenemit. Këto na tha vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Hadithin që e sjell Imam Tirmidhiu, Ahmedi, Sheikhul Albani thotë hadithi është i vërtetë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Man manaha manihata labanin aw wariqin", tha kush i ndihmon vëllavit të tij me një lop, mjaqu me miel, sa për qumsht. Edhe ato ju përgjith miel, përkohësisht, ose një dele, ose një deve, merre që dele time, derisa të shterret qumshti, merre miel edhe përdori për fëmijët e tu, ose që deve ose që të lup, hin krejt ato që milen. Tha pejgamberi alayhis salam, "Aw waraqin", ose me një shumë të vogël të pareve, vjen njëri thirr, "O vëlla jam i dashur musliman, kam nevojë mu gjin për një bërç të vogël më madhon." Çfarë shpërblimi të madh. Thu merri vëlla, ti si ja fal. Thu merri vëlla jam çitu parë, sa po din, për sa ku, për çka çe parët, edhe ja jep. Edhe pse si tu ja fal, mi ti kthyja pet. Tha pejgamberi kush i gjon diçka për të mbjellur, ose një parë të vogël, tha, "Au hada zuqaqan", ose ju veç kaq, po kur ti nimësh vëllavit tan musliman, ju kam shtjell rrugët e tij. O vëlla, që unë jam marrë në qëtë vend, nuk e din çfarë qyteti jam, nuk e di jam të dosh me shku të një filanit të një shuk jam, shpendi që atje, jam të dosh me shku, si mu kam pështjedh rrugët, ka t'jamoj. Po kjo mu kam pështjedh rrugët është me e gjonë për shkutaj me kaq. Ndërsa edhe këtë tha pejgamberi, ose veç që ja tregon rrugën në vëllavit të tij musliman, thot kana lahu mithli itqi raqabah, është përblimi për ty si me liru një rëb. O vallahi nashta një 10 ersh nëse ja ke gjetë vëllavit tanë që ai kur ka pas nevojë. Një 100 ersh ja ke gjetë për kost veresi ja ke dhonë. Por ja ke dhonë për hir të Allahut hin që ton si me liru rëb. Çfarë problemi pas ka me ndihmu vëllavit tanë musliman? Ose njëri koj 100 dele, një ja ka s'po ta fali, merr mjele dit harxhohet, qumshti i sajna. Shpërblim si me liru një rëb. Ka ose veç rrugën kur t'ja tregojsh muslimanin. Çfarë do aspekti rrugën? Kur ati ja tregon shpërblimi për musliman, që ka si me liru një rëb, e me është lirimi i rëbit, ke titullin fillim, është rrugë që të shpëton ty për zjarmin e xhenemit. E lusmi Allahun azza wa jall të na falë të mëshirën. Lusmi Allahun azza wa jall për zjarmin të xhenemit, Allahu të na shpëton. Lusmi Allahun azza wa jall me të mirën xhenet të na takon. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve Allahu të ndihmon kudo që fshin ata. Walhamdulillahi rabbil alamin.